që nuk ka dilema tek populli i Kosovës sa i përket orientimit euro-atlantik të vendit. Por sjelljet e qeverisë në detyrë tash, gjatë 4-5 viteve të fundit, janë japin shenja të qarta, edhe jo vetëm shenja, por në fakt ata e kanë bë publike orientimin e tyre në kundërshtim me orientimin euro-atlantik të shtetit Kosovës dhe të qytetarëve të Kosovës. Vetëm nëse merr një çështjen e energjisë, zhvillime që kanë ndodhur në sektorin e energjisë, nga fillimi i luftës në Ukrainë, kur çështja e energjisë u bë shumë problemi i madh. Fitoi rëndësi jo vetëm ekonomike, po edhe politike. Pra sjellja e kësaj qeverie vetëm karshi kësaj teme e bën qartë, si më thënë, devijimin e shtetit Kosovës, e qeverisë Kosovës nga orientimi i qartë euro-atlantik që ka vendi, që duhet këtë vendi.